do të flasim për protestën dhe këtë radhë për thirrjet në protestë, mes të cilave ka pasur dhe thirrje UÇK. Kosova në mënyrë direkte apo indirekte është pjesë e kësaj proteste që po zhvillohet për 24 netësh në Tiranë. Së pari me thirrjet, pastaj edhe me qytetarët shqiptar nga Kosova që ka qenë në protestë, me deklaratat e kryeministrit që në fakt të shtunën nuk ishte shqiptar nga diaspora, por kishte nga Kosova edhe nga Tetova, pra nga Prishtina dhe nga Tetova, sikur e thava ai, kishte një mesazh dhe për Albin Kurtin, kishte një përgjigje edhe nga një zyrtar i vetvendosjes, por për më shumë kësaj situate kjo mori më shumë xhiro edhe nga fakti që 5 pikat kryesore në protestë i lexoi një nga ish luftëtarët e UÇK-s, pra Dritan Goxhaj. Sot kemi pasur një deklaratë nga zoti Hysni Gucati, pra konkretisht nga organizata e veteranëve të luftës UÇK-s. Zotin Gucati e kemi të ftuar. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për ju edhe gjithë shikues të ju, kështu që jeni të mirëseardhur gjithmonë në zyrën tim apo kudo që jem pa problem. Unë jam i hapur për gjitha mediat shqiptare, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni, jam i hapur gjithmonë. Jam të mirëseardhur se mediat janë shpirti i qytetarëve dhe është shtylla katër e shtetit. Zoti Gucati, unë të falenderoj shumë për bashkëpunimin, për përgjigjen pozitive në kohë rekord sapo kontaktuam dhe gjithmonë edhe për bisedat e kaluara që ju keni treguar gjithmonë gatishmërinë për të folur me opinionin publik. Po në këtë rast, përse e morët këtë vendim për të dalë sot me këtë deklaratë që mos të keqpërdoret UÇK-ja, pra edhe të bëhet pjesë në këtë protestë, siç e thoni ju, në Tiranë? Çfarë ju shqetësoi më shumë? Shqetësoj të drejtën e me protestu kanë të drejtë çdo qytetar, sidomos edhe në Kosovë dhe Shqipëri në gjithë botën. Është e drejtë legjitime, është e drejtë kushtetuese që mbrohet me kushtetutë dhe me ligje protestat paqësore. Po unë si qytetar i Kosovës nuk kam të drejtë protestoj në Shqipëri për të bënë rregull 3, nëse mos thosh zoti kur shos ndulla, nëse sulmuar Shqipëria për ndonjë shteti armik apo për çdo kujt që sulmuar Shqipëria, ne kemi obligim qytetarët e Kosovës të dolim ndihmë shtetit shqiptar për me ndihmu kundër atij shteti që sulmon Shqipërinë apo si kontra një luftë, se kur inshallah zoti se hepat punë, po kemi të ajo ne vim si qytetarët protestojmë në Shqipëri, kur neve s'na përket as aty është qytetarët e Shqipërisë, ka të drejtë qytetarët e Shqipërisë protestojnë, sidomos ne nuk është dëmshme dhe është shumë e turpshme ta përdorësh amblemen edhe flamurin e UÇK-s në protesta qytetare. Nuk do ta privatizojnë këtu UÇK-n, as flamurin e stemen, sa aty përkasin pjesëtarët e Ushtrisë Qendrore të Kosovës, flamuri ka vendin nëpër memoriale, nëpër muzeje, e jo nëpër protesta. Unë kam kundërshtuar në Kosovë nëpër fushata politike, partitë politike që kanë përdorur flamurin gjyst, flamuri nuk përdoret për fushat politike, nuk përdoret për tubime të ndryshme. Dihet kur përdoret flamuri, në ditën e veteranit të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, në ditën e dëshmorëve, dhe flamuri ka vendin nëpër arkiva që thotë nëpër muzeja, nëpër institucione tjera dhe jo nëpër protesta. Fjalimi i të nderuar që përmendet e Goxhaj, që ka marrë 5 pika që thotë, ai mund të jetë në emër të qytetarëve të Shqipërisë, jo në emër të luftëtarëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Ne si jemi pjesë e asaj proteste, unë nuk them, unë çdo kam dëshirë ta shoh Shqipërinë deri te ratë e bardha që stojmë në Kosovë. Sa më të ngritur, më lart. Po mu protestat ne nuk kanë protestat për qytetarët tonë vim atje që të protestojmë, të kthyen të harxojmë një sistem apo ta bëjmë të harxojmë një kryeminist, jo. Pra jeni kundër që të bën thirrje me flamurin e UÇK-s apo të ketë shqiptar nga Kosova që të vi në Shqipëri për të rrëzuar Edi Ramën? Jo, nuk më intereson më Edi Rama fare, ti jeni të bindur. As Edi Rama. Protesta po bëhet kundër atij, prandaj. Po kuptoj, mua si kryeminist nuk më intereson. Mua më intereson se unë mbroj interesin e qytetarëve dhe interesin e luftës së Ushtrisë Qendrore të Kosovës, si kryetari i veteranëve të luftës. Unë kam reaguar më para dhe ditën e së gaboj keni mund me bëu reagimin tonë. Edhe sot mos keq përdoret flamuri i Ushtrisë Qendrore të Kosovës në këtu protesta. Jo këtu, pasën një protestë. Për arsye pse ne nuk keq përdor. Ne nuk kemi pjesë asoj proteste, ne nuk e dim alo thelbin asoj proteste, ne nuk e dim as kush për mbështet, kush janë organizatorët, çka po kërkojnë, çka po dojnë ata burra, apo ata djem të ri, ato vosha, apo vojza, apo nëna tona, ne nuk e dim çka po kërkojnë ata, vetëm do e mërzoti Ramën, ashtu çka po flitet, ashtu po dëgjoj përmes mediave, edhe më shumë nuk e di arsyen pse protestat janë. Kjo është e vërtetë se kauzën aty në protesta ne nuk e dim, po them me sinqeritet më të madh. Dhe unë s'mund të jem mbështetës i protestat në Shqipëri, përderisa unë jam qytetar i Shqipërisë, unë jam qytetar i Republikës Kosovës, jam shqiptar i Republikës Kosovës, unë jam qytetar i Shqipërisë,
su këna marrë dikush në Kosovë, më na intervenu ne me rëzuar një kurtit. Pensoj ka Shqipëria më na ardhë neve këtu. Jo, ne nuk duhet përzimi punë të brendshme të shtetit shqiptar. Edhe pse jemi vëllezër, jemi një gjoku, jemi një komb, jemi një brum, ne nuk duhet përzimi në punët e shtetit shqiptar. Në gjykimin tuaj, ardhjet nga Kosova në Tiranë kanë qenë me informacionin apo indicien apo majh një jurista ju keni, ka qenë të organizuara apo ka qenë spontane? Tash, pasi jam direkt në ngjarje, nuk muj të them sinqerisht se kanë qenë të organizume, mund të qenë në mënyrë individuale, mund të qenë kanal shok, në individuale, grupe kanë mund të marrë, të organizume nuk e besoj, nuk du të besojnë ato, që kanë qenë të organizume nga një subjekt apo nga organizata ndryshme, apo nga një shoqëri civile, tash nuk më të them se ka qenë mënyrë të organizume, po ka mund të vinë në mënyrë individuale, shok, grupe mund të vinë, a mënyrë të organizume nuk e besojnë. Prap jemi dhëtore e soj që zu me besu, që dikush nga Kosova ka organizu që të çojnë njerëz atje në Shqipëri. Pra ju thelbi është që jeni kundër ardhjes së qytetarëve shqiptar nga Kosova për të protestuar në Tiranë e para dhe e dyta, thirrjet për UÇK-n, edhe UÇK-ja mundet në këtë rast, pra flamurit dhe stema e tjera, vetëm në rast se Shqipëria është luftë, mund të përdoren. Më thash nëse do shteti shqiptar në një luftë me një shtet, mëse bo zot, atëherë ne duhet i dalim zot Shqipërisë. Ne si pjesëtar të Shqipërisë shqiptar të Kosovës, çdo qytetar shqiptar i Kosovës, i Maqedonisë, duhet vjen në Shqipëri do Shqipërisë zot nëse Shqipëria është në luftë me një shtet. Përderisa Shqipëria është luftë me asnjë shtet, aty janë protesta, edhe janë mosmarrveshje, apo janë probleme të mbrapshme të Shqipërisë. Jo tonat. Unë jam qytetar i Kosovës, s'kam të drejtë vjetu në Shqipëri dhe të vendosë i rëndë dhe qetësi, apo vetë të ndrojë një sistem, apo të arzoj dhe Ramën, apo kondo qoftë, të arzoj jo. Unë jam qytetar i Kosovës, nuk du të abroj interesin e Kosovës, të mënana për mëna, jo të vija atje në Shqipëri, që të bëjnë një hallakam, të bëjnë një protest, që mu sun përket e protest. Aje protest duhet qytetarët e Shqipërisë. Po nëse kosovarët kanë pasosh Shqipërisë, janë qytetarët e Shqipërisë, atëherë kanë të drejtë protestojnë. Po përderisa unë jam qytetar i Shqipërisë, nuk është burrnore, që shtojmë në Drenicë në Kosovë, nuk është e ndeshme që unë të vi Shqipëri dhe të protestoj kundër një sistemi apo kundër një njeriu, si tash kundër Tiranës si po protestojnë ato. Kjo nuk është e ndeshme për mua, përderisa unë kam ndoshta 100 probleme në shtëpinë time. Kështu që unë nuk është rrugës apo të arsyeshme që vinë qytetarët tonë të protestojnë në Shqipëri. Zoti Gucati, edhe diçka kam se në 24 orët e fundit kryefjala është Dritan Goxhaj. Kryeministri nxori edhe një deklarat dokument që sipas tij është lëshuar nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Ju çfarë mendimi keni për figurën e tij, të zotit Goxhaj? Unë zotin Goxhaj nuk e njoh për të djalin, jo babain. Po, kuptoj. Më shumë një babain e tij se sa drejtorin. Unë atë Goxhaj nuk e njoh, personalisht një herë kam ndajt mjetin time me to. E kam po për televizione me emisione ndryshme në Shqipëri. Unë nuk e di, ai thotë se kam qenë luftë, ku ka qenë luftë nuk e di. Cënë zonë operative ka qenë, nuk e di, cënë brigat ka qenë, nuk e di. E di që ka qenë, ka doshtë të ndihmoj luftës, po është një dokument pak merë që ka doshtë që i ka morë 3-4 paka, nëse s'ka boja 2 paka i ka morë, kështë një pagu në pare, dikun 800 morë ka, 1600 morë ka i ka morë për 2 muaj, në vitin të nonë, nëse s'ka boja shtu ke diçka e po është një dokumentacion, sa është radio nuk e di, nuk guzojnë tash qona në të sene, se unë se kom në shkru së pare, që ja kom ja po në ndjekin, po shtu që unë nuk e di, po të tomë sinqerisht. Po Dritan Goxhaj është mirë me të deklaru, me thonë, unë kam qenë pjesëtori ushtrisë dorëzues në zonën operative Pashtriku, Drenica, Dugaxhini, kam qenë komandant i batalionit por 2, apo kompanisë, apo brigadës, kështu që ai ende s'ka dalë me demantuar dokumentacion. Ju keni dyshime për këtë apo thjesht janë dyshime që nuk vendosin thelbin në dyshim, po thjesht dyshime për zonën ku ka qenë? Apo fakti a ka qenë apo ka qenë? Ja, fakt dyshime kam unë edhe ti besoj, përderisa s'keni dokumentacion, përderisa Dritan Goxhaj deklarohet ku ka qenë, pjesëtar i ushtrisë dorëzues ku shumë tjerë si kanë deklaruar se kanë thonë një nakon Drenicë, një nakon Dugaxhin, një nakon Llap apo dikun, kjo alas Kosova atë mshëja ka qenë në zonë operative të Llapit. Ta Sironi ka qenë në Pashtrik dikur ka ardhur në Malishevë. Ta Sironi, dëshmorë, si kim dëshmorë, e shumë tjerë mos jesh borës në Koshare, ne e dim kush kanë qenë Koshare, edhe ajo është mirë me të deklaruar me qenë, anë Koshare, anë Pashtrik, anë Drenica, ku ka qenë, nuk është borë me thonë kam qenë këtë pjesë të Kosovës në luftë. Po, nga kontakti edhe me pjesëtarët e tjerë të veteranëve të UÇK-s, juve ju ka rastisur më parë të dëgjoni për të? Po, kam dëgju, është të vërtet, nuk më ta moj, se është marrë për mua, turp është ta moj edhe, kam dëgju,
Babojnë ti një thash personalisht kem net me babojnë ti kam pi kafe, ka qenë në Kosovë, ka punu në Kosovë, ka qenë antari i këshillit drejtues të organizatës së Ramlutës deri në vitin 2007, duket 2008 dhe më nuk është antari i joni, nuk është antari i organizatës, po me sa di drejton Goxha nuk ka as kartel të veteranëve të UÇK-s ka. Te ne nuk ka, se unë më kryetari veteranëve. Unë po sa morë informacion te ne nuk ka as kartel të organizatës së Ramlutës. Ai mund të ketë një kartel para 20 vjetë, para 15 vjetë, po do të thotë pse si ka marrë në kryetar pe 2016 Drejton Goxha nuk ka dhe kartel të organizatës së Ramlutës, se ne jemi të pajisur me dokumentacione. E kemi kartelën që jemi antar të organizatës, jemi veteranë. Dokumenti që kishte publikuar kryeministri ishte një shkrim i komandant Plakut aty. Po, aja Xheleti Ngoshi, ka qenë komandant Plaku, bashkë qytetari Adem Shori, një ndër themeluesit të UÇK-s, aja mu nëse s'gaboj ketë diku vitin 98, nëse s'gaboj ashtu e posh, 98. Po një dokument që ka qarkullu tash, marrë që e posh para disa minuta, ishte në vitin 99, dikun 3 muaj. E posh një dokument tjetër, nëse s'gaboj e posh një dokument tjetër. Dokumenti që ka publikuar kryeministri është 24 pritit 99. Tash me sa posh një dokument që e posh, aty dikun 2-3 muaj flitet që ka qenë 2-3 muaj, po përdisa nuk e përcakton zonën operative ku ka vepru, tash janë dyshimeve dyshu. Edhe pse unë kam respekt shumë për Drejton Goxha, për aftësitë e tij në senet. Po nëse ka qenë luftë kam respekt edhe lo më shumë. Se unë s'kam personalisht ndaj tij absolutisht kurrësh, çdo sa për mosh njëri okay, po nëse s'ka qenë pjesë e luftës, nuk është mirë më thirr namet të ushtrisë si dorçus, dhe nuk është mirë më thirr namet të veteranëve, përdesë s'ki kartel, përdesë s'ki ti kartelin e organizatës së veteranëve, nuk është mirë thirrsh namet të veteranëve, se si antari sojna, si antari i organizatës së veteranëve, kjo është problemi. Unë s'më thirr namet gazetarëve, kur s'jam gazetar unë. Apo një shoqi civile se antari i një organizate të ndryshme jo qeveritare, s'më thirr na unë. Kjo problemi. Të lutem edhe diçka, hapa postimin e kryeministrit edhe për të parë datën e dokumentit që ju më thatë për saktësi. Edhe më vajtën sy te komenti i parë. Më lejoni t'ua bëj edhe këtë pyetje të fundit përpara se ta mbyllim. Një nga komentuesit shkruan që së pari shqiptarët e Kosovës nuk shkruajnë kër me ë, po ker, dhe së dyti atëherë ishin të printuara komunikata që shohin. Njoftime. Komandant Ploki ka punë në Narsim. Xheleti Ngoshi ka punë në Narsim, ka qenë njëri si unë, ka qenë profesor i ndjeri, tash është ka vdek. Ai ka ditë shkruaj shumë mirë, sidomos shkrimin ndryshimin sana, dhe ai çdo sen ai është do shkrimi i komandant Plakut dhe në shkrimi se unë një person që kam njoft, edhe familjet e një edhe di kush është ai njeri, është një shumë kyç në ushtrinë që është në shkrimi dhe firma është e tina. Çdo sen që ka këtu firma është e Xheleti Ngoshit. Kjo, se të kuptova mirë që tha me kerri e kjo, të kuptova mirë. Shikoj të komente që është ngritur dhe ky dyshim, edhe për printimin e deklaratave atëherë kanë qenë printuar. Ka mund tjetë tash atëherë për para s'ka pos printer, kompjuter që shkruan, ata kanë shumë me makinat shkrimit që kanë shkruhe, tash mund tjetë në gabim dhe momentit, po komandant Plaku, shkrimi, firma është komandant Plakut. Firma është, se njëf mirë firmin e tina, kam shumë dokumente atina, originali kam, firma është e komandant Plakut, kështu që për ato s'kam dyshim fare kush ka firmos. Të lutem dhe diçka, mendoni që ka dorë të huaj në protestat në Tiranë, sepse ju keni kaluar shumë protesta edhe për eksperiencën në Kosovë. Shikoni elementet dorës të huaj këtu apo jo? Për të sa nuk jam organizator dhe nuk jem në vend gjajnë e protesta, unë kam dyshimit mje se bo ka. Ato ka pranuar dikush nga organizatorët para djavë, kur, nëse ka bëjt dikush ka folë, që do të mund të ketë infiltrime nga Serbia, Greqia, Macedonia, apo shumë kush, mund të ketë apo nga Irani. Unë me sa shoh është një vojzë e mbuluar ato, është nga Kosova, dhe abis është pikërisht ajo beson në shijet e Iranit. E shoh ato në protestë, jam duke parë ato, nëse merr fjalën aja, atë mund të më dyshu se fakt ka gisht edhe sigurimi apo kanë sigurimi të uja gisht kanë ato. Përdesa e shoh ato, na njoh ato në Kosovë kush të mirë, dhe përdesa shoh ato në protesta atje nga Kosova, atëherë kam dyshimet e mia plotësisht se kanë gisht edhe nga Irani. Zoti Kusati, falenderoj shumë për bisedën, edhe për gatishmërinë për bashkëpunimin me media. Falenderoj shumë, respekt për juve, gjithmonë jeni të mirëseardhur, kur nuk kam problem, unë pak me shëndet nuk jam mirë, sot kam pas probleme shumë të mëdha, isha në spital, po posa kam marrë pe spitalit të shtëpia, kështu që gjithmonë jeni të mirëseardhur. Falenderoj shumë. Me respekt.